debatet të ftuar sot në cilësinë e njohëse të mirë të ligjeve, i shefin e marrëdhënieve me jashtë në Federatën Shqiptare të Futbollit Adriatik Gjashta, i cili foli për mundësitë që ekzistojnë për realizimin e saj, për një platformë e cila do të mund të pranojë nga FIFA dhe UEFA, nëse do të ishte plot, do të kishte vullnetin e palës shqiptare dhe asaj kosovare, me një platformë ligjore të mundshme për ta realizuar. Mirë po, çfarë na kanë thënë qytetarët, të cilët fillimisht e kanë mësuar nga ABC News këtë ide, dhe më pas në diskutimet e tyre, ashtu si edhe në sondazhe të tjera, duket se projektojnë një arbëri të përbashkët të futbollit shqiptar me atë kosovar. Kam mbështetje dhe dëshirë në opinion që futbolli i Shqipërisë dhe i Kosovës të kenë një kampionat të përbashkët. Qytetarë të ndryshëm, njerëz të thjeshtë apo ish sportistë e vlerësojnë dhe e pëlqejnë një ide të tillë, të hedhur nga televizioni ABC News, në opinionet që dhanë pikërisht përpara kamerës së televizionit tonë. Po ta shikosh në disa kënde, ajo ka vetëm vlera pozitive. Ta shikosh në aspektin sportiv, besoj se është e parapunës një shkëmbim i fortë eksperiencë, pra kemi çfarë marrim dhe japim nga njëri tjetri. Eksperiencë ka grumulluar ata dhe eksperiencë ka grumulluar ne. Po ta shikosh çik në atë këndin tjetër që mua më vjen mirë të ta them në aspektin që jemi një komb. Siç është Tiranë, siç është Lonjati, siç është Shkatrani, ashtu dhe Prishtina, si Gjakova me radhë, jemi pra jemi një gjak. Jam shumë dashamirëse e sportit, kur dhe aktualisht merrem me sportin e qitjes, dhe jemi shumë të kënaqur që u krijua mundësia që mund të bëjmë bashkëpunim me elitën kosovare për të gjitha llojet e sporteve. Gjithmonë sporti, arti dhe këto i kanë rritur vlerat e dashamirësisht dhe i kanë lidhur popujt më shumë. Aq më shumë që ne jemi një komb. Është një ide shumë e mirë, hedhur nuk e di se nga kush, por nga informacionet që kemi marrë, mendoj që kjo ide është me gjithmonë e shkëlqyer për arsye sepse rrit cilësinë e futbollit. Në radhë të dytë, radhë parë është cilësia, në radhë të dytë është edhe pjesëmarrja e lojtarëve të dy kampionateve, ndoshta do të sjellë edhe cilësinë edhe në ekipin kombëtar. Më pëlqen shumë. Mënyra se si do të organizohet është tjetër punë, po si ide është e jashtëzakonshme. Kaq kam për të thënë, më pëlqen 7 milion, më i fortë kampionati, më i fortë ashtu, gjithçka e mirë. Këto janë vetëm disa nga opinionet që ishte mundur të merreshin gjatë ditës së sotme, por ato do të vazhdojnë edhe më të shumë në ditët e ardhshme. Në Kuvendin e Shqipërisë sot është miratuar me votë